Përshëndetje për gjithë miqtë të Radio Dugazhinit. Po takuam edhe në një epizod tjetër të emisionit Frontline. Do të flasim për një çështje të ndjeshme për të cilën ka vite e vite që diskutohet, por fatkeqësisht rezultatet në pak raste janë të prekshme. Po flasim për barazinë gjinore, po flasim për të drejtat e grave, po flasim për mënyrën se si trajtohen gratë në vendet e tyre të punës. Po flasim për mënyrën se si trajtohen gratë në vendimarrje. Kur them në vendimarrje, kam fjalën duke nisur nga institucioni më i lartë që do duhet të ishte më demokratiku në vend, siç është Kuvendi i Kosovës. Ditëve të fundit dhe jo vetëm ditëve të fundit, kemi parë situata të tilla kur për deputetët gra vendosin burrat. Flasin burrat, në disa raste baballarët e tyre, në disa raste vëllezërit, në disa raste kryetarët e partive, që në shumicë dërmuese të rasteve gjithashtu janë burra. Çka po ndodh me gratë, me barazinë gjinore në përgjithësi? Drejtoresha ekzekutive e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore, Luljeta Demolli, është me mua në studio. Përshëndetje, mirë se erdhe, faleminderit shumë Luljeta. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Janë dy situata që kam prek drejt për drejti gratë në javën e fundit të dyat ka ndodhur. E para ka të bëj me një deputete, me Marigona Gecin konkretisht, për cilën u diskutua shumë dhe u pa që baba i saj flet me njerëz të tjerë të partisë për të marrë vendime ose këshillime nuk dua ta paragjykoj. E dyta është një hulumtim që ka bërë qendra e që del që gratë e komunitetit ose komuniteteve rom ashkali egjiptian, gjithashtu edhe ato të LGBTQI janë më të prekurat në kuptimin e diskriminimit gjinor. Si komenton këto dy raste fillimisht Lule? Fillimisht po shkoj me ulumtimin ton, me një farë pozicionimit të qendrës për me luftu diskriminimin me vite me radhë dhe kemi dalë prapë me një pozicionim duke adresu çështjen e diskriminimit në baza gjinore, për shkak se jemi më afër një maj dhe ideja ka qenë që për një maj të adresojmë tek institucionet edhe tek aktorë të ndryshëm, tek opinioni publik, që çështja e diskriminimit gjinor, sidomos në vendin e punës, ndodh tek këto dy kategori. Më e rënda dhe më e padukshmja është tek gratë rome ashkali egjiptase, po ashtu edhe te komunitetet tjera të marginalizume. Ne kemi jemi çesa vite në terren, që gratë rome ashkali egjiptase me vështërsi punësohen në tregun e punës, e më pastaj kur punësohen në ato vende që janë të padukshme apo edhe diskriminohen duke i vendos për shembull nëse punëson në market, duke i vendos në vende ku nuk ju shihet fytyra, apo zakonisht në sektorin e punëve më të ulta, qysh është pastrimi i dyshemeve apo i WC-ve. Ne kemi adresuar edhe më herët edhe politikën masën që qeveria e ka vendosur për punën, duke e pasi indikator që kjo politikë vërtet ka rrit numrin e grave roma ashkali egjiptase në punësim, po të njëjtën kohë ka largu nga fakulteti apo nga shkolla. Ne do dënëm që të ketë kur ka politika apo kur ka çështje të tilla, ta kujdesemi se si e vendosim deri tek komunitetet më të marginalizume ose edhe komunitetet të varfura. Në përgjithësi, jo vetëm për shkak racës ose identitetit të tyre etnik, por edhe për shkak të varfërisë, gratë në Kosovë diskriminohen jashtëzakonisht. Ndryshe si konkretisht Lule diskriminohen përveç këtyre dy rasteve që i përmende, që ose vendosen gratë në vende që janë më të padukshme, çka i bie kjo ku s'u shihet fytyra? Do me thonë, njerëzit që i punësojnë gratë e komuniteteve janë të interesuar që të mos e marrin vesh konsumatorët që aty punojnë gratë komuniteteve. Çka thonë ata kur flisni me ta? Për shembull, një gru kur pastron dyshemen, i shohim në këto mallet e mëdha në Kosovë, nuk është që komuniteti, si me thonë,
konsumatori heziton ta shoh ose I pengon, por në raste kur ofrohet ushqim apo paketohet ushqim ose kryhet drejt për drejt shërbim, nuk është që është e pëlqyeshme, por edhe me u shërby komuniteti kemi testu vite e kaluara edhe shërbimet, për shembull kafeteritë kemi testu me testerat, me metodologji të caktuar, kemi dërgu për shembull disa vajza shqiptare që edhe në dukje janë të bardha në fytyrë dhe kemi dërgu disa gra rome për të marrë shërbimin e njëjtë në kohën e njëjtë tek njëjtit persona, për shembull kemi has në vështirësi tek qiraja. Qiran ka pas nuk kanë arrit me e marrë, zakonisht kanë thënë nuk kemi banesa me qira apo kanë dhënë një çmim të papërballueshëm, ndërsa të njëjtën kohë mas 1 minuti ka hyrë një vajzë shqiptare dhe ka kërkuar po të njëjtin shërbim, ka marrë shërbim edhe me çmim më të ulët edhe ka pas shërbime për to, apo kemi pa në kafeteri të ndryshme, I kemi të evidentuar, për shembull nuk janë shërby, janë vënë në shërbim dhe gati se nuk janë shërby fare me minuta të stërgjatur, ndërsa vajzat tjera kanë marrë shërbim më të shpejt. Tash si vjet do të testojmë edhe punësimin, sepse ka shumë marketa apo edhe kompani private, sektorin privat, të shohim që kërkojnë punë dhe do të testojmë nisoj me gra për të pa a është vërtet si ne nuk shkojmë deri në litigim, nuk I çojmë në gjykata këto kompani, por ideja është të vetëdijsojmë që të ndalohet ky lloj diskriminimi. Për te testeve që I bëni Lule, këtyre lloj testimeve që e tregojnë situatën reale, aktuale, se si operojnë dhe si jetojnë gratë e komuniteteve ose gratë grupe të marginalizuara në përgjithësi. A shkoni për te, a I keni pyet për shembull këta njerëz që ofrojnë shërbime pse bëjnë diçka të tillë, nëse është identifikuar që I njëjti shërbim has në vështirësi të jepet për gratë marginalizuara dhe jepet pas një hezitim për gra të tjera të komunitetit shqiptar. Ne punojmë drejt për drejt me komunitetin Roma Shkali dhe kemi kuptuar prej grave të komunitetit që është vështirë dhe ju thuhet edhe në fytyrë që për shkak ngjyrës ju nuk mund të angazhoni për shembull në sportel apo në vende të dukshme ku shërbimi është I drejt për drejt me klientelën, po ju për shkak ngjyrës për shembull do të vendosin në vende më të padukshme ku palohen gjëra apo nuk kanë drejt për drejt komunikim me konsumatorin. Kjo është e dukshme, kemi pa për shembull edhe drejt për drejt ju thuhet që nuk mundesh me hy në punë, kemi pa për shembull edhe gratë e mbulume kanë vështirësi të hyjnë në tregun e punës. Për shembull ka pas raste ku e kanë adresu diskriminimin, kryesisht edhe gratë me mbulesë janë në sektor pastrimit. Që s'duan të duken. Nuk janë të papërshtatshme për klientelë edhe nuk mund të marrin, nuk humbin ata nëse marrin gratë të tilla. Dhe përveç se dukshme, mbase duhet jetë edhe shumë e dhëmshme si situatë Lule. Çfarë thonë gratë që përjetojnë diskriminime të tilla? Jashtëzakonisht, para mendo për shkak që ti veç je ndryshëm në ngjyrë, të thuhet në fytyrë që ti nuk mund të jesh punëtore jona për shkak të këtyre arsyerave, ose për shembull kemi pas raste ku nënat na tregojnë për fëmijët e tyre që nuk e përballojnë dot edhe kanë larguar edhe fëmijët prej shkollave apo kanë larguar prej vendeve të ndryshme. Ju e patë dhe këtë futbollistin djalin e ri I cili në mënyrë traumatike ura nga një prind, do me thënë nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë, është e dhëmshme, nuk adresohet mjaftueshëm, nuk mirën parasysh, gati se me qëllim, sepse çdo masë që ka ndodhur që është bërë, jo veç për kësaj qeverie që shkoj, por edhe për qeverieve tjera, nuk e ka targetu kryesisht varfrinë.
apo grupet e marginalizume. Ne kemi pa për shembull masën për refugjit, nuk kanë mujt me qenë përfituese këto gra, apo këto familje roma shkali egjiptase për shkak të varfërisë të skajshme të tyre, se për me marrë një klim, është dashur të jetë shtëpia izoluar, edhe nuk ka pas ose adresash ose shtëpia në emër të tyre. Diskriminimi veç po shumë fishohet prej gjithave, edhe prej shtetit që do duhet ishte në mbrojtje tyre. Absolutisht, shteti është, si me thonë, mbështet grupet nga shtresa e mesme e tenalte. E kemi pa me libra, e kemi pa në krejta mënyrat, çkado që ka ofru një masë caktume, nuk ka shku deri tek komuniteti i varfër apo dhe komuniteti roma shkali egjiptas. Për ndryshe, në diskutim lule nga ajo që vrejta deri më tani, identifikum dy lloje diskriminimi, racor dhe fetar. Gratë me ngjyrë pak më të errët, po e them kushtimisht, sepse nuk di si e bëjnë dallimin, domethënë ngjyrë ma. Dhe gratë e mbuluara me mbulesë që i përkasin islamit. Çfarë lloj diskriminime tjera ka, sepse duke që jemi shumë shoqëri diskriminuese në aspekt gjinor gjithmonë kam fjalën. Edhe tek komuniteti LGBT nuk dim edhe sa raste janë të punësuara, apo a mundet dikush brenda një vendi të punës të deklarohet për identitetin ose orientimin e tij seksual, ose të jetë në komunitet. Ne dim që ka në puna, por e dim nga shoqëritë ose nga komunikimi me këtë komunitet që është tepër e vështirë nëse ata do të deklaronin orientimin e tyre seksual. Po Kosova është në ato normat gjinore e cila kërkon vazhdimisht një farë, si me thani, i targeton grupet e caktuara dhe i hesht. Ne i shohim gratë single mother ose nënat vetushqyse që janë të diskriminuara në vendin e punës, për shembull në pandemi, kur është që një prind të largohet, të qëndrojë në shtëpi, nënat vetushqyse me shumë apel që kemi ndihmu që të kien parasysh kanë pas vështirësi në vendin e punës, që të qëndrojnë në shtëpi, po ashtu janë si grupi heshtun, po ashtu për shembull vajzat që vendosin mos martohen, për një kohë janë të heshtura në vendin e punës, kanë një kërkesë ose një atak të vazhdueshëm me pyetje të ndryshme. Edhe këto? Po patjetër, për shembull nëse punon në administrat, nuk është e lehtë të jesh jashtë akornizave që, si me thonë, që i ka vendosur shoqëria. Shoqëria që i ka vendosur, është shumë e vështirë. Çka i vjen që duhet patjetër të jesh e martuar, të kesh fëmijë, për ndryshe nuk ke mbri kur gjë jetën tënde. Po edhe me pesha, për shembull nëse nuk je martuar në një moshë cilën ta kërkon shoqëria, djalin, lindjen e fëmijëve. Edhe në ditët e sotme diskutohen këto gjëra. Po patjetër. Ne i shohim si me thënë, për bisedat të ndryshme, e shohim atë lloj kërkese që e ka shoqëria, e ka edhe vendi i punës. Ne vazhdimisht i luftojmë që mos t'je në socializim edhe në vendin e punës, mos takohen veç pse nuk kanë deshtë, apo është zgjedhje e tyre. Kush ja takon në vendin e punës, Lule, se e kam përshtypjen që shefat e kompanive mbase mund ta kërkojnë këtë lloj të grave që të mos kenë pushim, të mos bëjnë kërkesat pushimit lindjes, kërkesave të fëmijëve që mund të kenë ndonjë smundje ose ngjashëm. Po patjetër, për shembull, po e thon patjetër që me identifiku si fjalë që e kuptojmë në atë normën që e kërkon shoqëria, ne i dim cili grup është, si me thonë, i stigmatizum, nëse për shembull je i varfën edhe ke vështirësi me parat, për shembull, dhe punon, po paratë tua shkojnë dedikohen familjes, qaj grupi grave apo i burrave ka komente vazhdimisht. Diskriminimi kuptohet nga komenti që i bëhet një grupit caktuar. Për shembull, se spiheni dietës,
pse nuk po martohesh, pse si s'pe bën djalë. edhe një fëmijë, pse s'pe provon edhe një djalë, kur je pse nuk po krejt janë këto komente diskriminuese që vinë edhe prej menaxherave apo ti nuk mund t'jesh këtu në këtë vend, shko vesh unë drejt që hajde Ka në... adres ku mund të ankohen gratë lule për... Po këto janë të vështira të deklarueshme, sepse janë komente të cilat as ligjet nuk i adresojnë, por si shoqëri, për shembull, si shoqëri është e tepërt në mënyrën se si komentojmë edhe si e bëjmë tjetrin mas me uni rahat në vendin e punës. Por diçka që ka është evidente, edhe që nuk është e luftume edhe që ka vend adres ku duhet të shkojmë është ngacmimi seksual në vendin e punës. Ne e dim që pak flitet, por e dim po ashtu që ekziston në vendin e punës edhe në mënyrë të heshtun është nuk raportohet apo edhe në administratë publike, edhe në sektorin privat, edhe në gjitha sektor. Po diçka që ka mos jemi në mediumin e juj, edhe sot edhe ishte edhe raporti që doli për media, edhe në media që ka është një vështërsi në vendin e punës është që gratë kanë vështërsi. Për shembull ta mbajnë pushimin e Leonis, apo është në vështërsi orari i punës, sepse ndodh ka njerë të jetis tërgjatur. Po ta ngrisim zonin duke fillu prej shtëpive tona. Po patjetër, për shembull gazetarët ka stigmë, një gazetare kalon prej një mediumit në mediumin tjetër më lehtë, ndërsa një gazetar burr, sidomos pozitat vendimarrëse, kalojnë nga një medium në mediumin tjetër më lehtë, ndërsa një gazetare grua me vështërsi shkon në një pozit ma të naltë. Në këtë rast Radio Dugazhini që në ka shembull i mirë. Po patjetër se po shoh se ju keni shku prej klanit e njarë, po jam pak shembull. Ka marrë në pozit menaxhuese tjetër për dallim prej klanit. Ka pak shembull se e shohim çdo herë ka vështërsi, po edhe pagesat për pushimin Leonis, po edhe çështje tjera, cilat gazetarët me siguri e kanë vështërsi edhe ti ngrisin si tema. Po dhe në fakt është temë shumë e rëndësishme, e cila besoj meriton një emision të veçantë ta diskutojnë për trajtimin që u bëhet grave edhe në redaksitë e mediave në Republikën e Kosovës. Krejt për fond lule se koha shkoj gati, po më intereson edhe ky diskutimi që bëhet nga ata që do duhet të krijonin ligjet cilat na mbrojnë të gjithë neve për këtyre diskriminimeve gjinore. Ka diskurs të tillë që Albolena Haxhiu për shembull komentohet, flitet, nuk po votohet, u dërgua narracioni në këtë farjedhën që ka të bëjë diçka me çështje gjinore. Në anën tjetër, deputetja Marigona nuk flet në emër të saj, flet babai i saj, del takohet me krerr udhëheq të subjekteve politike për të vendosur për votën e saj. Çfarë shembulli japin të zgjedhurit e popullit në respektimin e barazisë gjinore, nëse i kemi parasysh veç këto dy fragmente të shkurta të cilat i përmenda, pa hyrë më thellë. Po kalu mirë nga jo biseda për vendin e punës edhe nga pozita vendimarrëse në media, është e njëjta dhe në politikë, se në fundit deputete është edhe një vendi i punës. Edhe realisht po e filloj prej Marigonës, ka qenë mënyra qysh janë qas, kanë faj partit politike, sepse i shojmë që janë patriarkale, edhe ajo ka mjaftu shumë vota, edhe ka zanin e vetë, mënyra qysh kërkohet të bisedohet me babajnë e saj është e turpshme, sepse të takon ty si parti edhe si i zgjedhur që mos në asnjë mënyrë mos kërkosh votën tek babai i saj për me u votu. Ajo ka qenë deputete edhe në parlamentin e kalum, edhe ka mjaftu shumë vota, e ka atë pushtetin e vet, edhe e kam pëlqy që nuk është dalë në një rast të deklarohet, keq edhe prej babait të saj që të flet në emër të saj dhe si me thënë ta përdor si patent për me
si arritje e tij e familjes. Pse është mirë që të mos flas ajo, pse të mos dalë publikisht dhe të thotë që nuk mund t'i bëni ftesë babait tim, me fol në emrin tim, më thërni mu, unë vi ose nuk vi. Po, mendoj që ajo qatë triumfi nuk me përdor, sepse e ka qatë fuqin tash Marigona me votën e vetë tjetë, si me thonë, ta tregoj edhe pushtetin e vetë dhe dalë edhe ta riskët vetën edhe më shumë, ka pëlqyve që se ka përdor si triumf votën e vetë, po ka hesht edhe e ka lanë që të nënkuptohet që mendoj që kjo hesht e ka tregu që dy palët janë ka ngabu në mënyrën se si janë adresu. Nuk e di raportin e saj me babën e vetë, por keq për babën e vetë që ta përdor votat, ta përdor Marigonën si triumf, si arritje familjare dhe të delë dhe të negocioj, sepse s'është e rajtë që po provoj me mbrojt njërën ose palën tjetër, ose me fajsu është njërën ose palën patriarkale tjetër. në dy palët, por ma shumë është e partisë. A duhet, a e ka një pjesë të përgjegjësisë në këtë rast edhe Marigona, si deputete, si e zgjedhur e popullit, që ta jep shembullin edhe të dalë publikisht qoftë edhe kundër babës saj, të dalë kundër patriarkatit në këtë mënyrë si po zhvillohet, edhe të thotë që më falni burra, po në emrin tim flasun vetë. Nuk keni nevojë asnjëri me tjetrin me u taku as me diskutu. Me siguri, po edhe heshtja po e tregon qatë mënyrë deri tani. Apo e kuptojnë njerëzit drejt këtë heshtje. Po kuptohet që ajo është pajtu me këtë mënyrë komunikimi për sepse to. s'është e raport që Gani Geci ka përdor vajzën e vetë në këtë mënyrë dhe mendoj që opinioni e kupton, nuk po i jep tjera lavdata, veç më ka pëlqyer se ka përdor si triumf, si pushtet që vota jeme është, si me thonë, momentum kur mundet mu zgjedh kjo edhe kriza politike. Do me thonë të ka pëlqyer se ka përdor votën e saj për kalkulime. Për me bërë kalkulime dhe për të... Se mendova që të ka pëlqyer heshtja e saj në raport me diskutimet. Jo, që se ka përdor qatë fuqin që e ka për të përdor, apo edhe për të përdor, për të komentu në një farë mënyrë se u bëjë tepërt. është bëjë tepërt se kalojmë të Albulena Agjiu, deputetja që po nominohet për krye parlamentare. Një farë mënyre prej parlamentit kalum, edhe kemi shku edhe në atë gjuhën e nalt, gjuhën e urrëties që është prodhu ndaj grave, mendoj që ka qenë gabim, edhe i takon për shembull në këtë rast partive politike që mos të përdorin gratë në asnjë mënyrë, edhe familjeve, edhe krejt, edhe në këtë rast mos t'i përdorin gratë për kalkulime politike. Populli i Kosovës ose qytetarët e Kosovës janë më përpara në këto tema. Kam pranu, ne ende kemi një presidente, Vjosa Osmani është një presidente, është një gru ma e votumja që udhëheq me pozitën më të lartë në shtet. Kosova ka qenë vendi parë në rajon edhe i vetëm vetët që ka presidenti. Ja Jaga kemi pas, edhe kryetare gjykatave kushtetuese kemi pas gra cilat ja kanë dalë sfida është, se cila pozit vendimarës është sfid, po nuk ka nevojë për qatë alarmin, po vjen një gru në udhëheqjet të parlamentit, sepse kemi pas gra, edhe të normalizohet të qenit në krye të institucionit. Ne kemi apelu te partitë politike vazhdimisht që folni me antarësinë e juaj që të eliminohet kjo gjuhë e urrëties, sepse çdo herë kur një gru del në politikë edhe shkon matutje, ka shumë gjuhë të urrëties, po nga qëta partit. Asnjë parti nuk e ka tregu vetën që nuk e përdor antarësinë e vet për me ju gjujt një grus në politikë. Gjitha partit pa marrë parasysh, edhe të udhëhequra nga gratë, edhe gratë vetë kam përdor, qoftu viktimizu nga njëre, të thonë unë jam grua dhe prandaj nuk po jetë si tutje, ato majat atje nalt janë të vështira, edhe nuk mund shti me hypë në maje të isha gra tjera, edhe në një moment me thanë hajde mbronëm tash mund se që ku jam unë si gru. Jo, këto maja janë të vështira, janë të pushtetit edhe nuk është e lehtë, po kujdesu rrugës ka të hypsh. Grave në politikë
po ju them një mesazh për to. Kujdesuni ka të shkoni në pozitat e nalta vendimar, se ka po e shkelni prej grave. Sepse ku shkoni atje nalt nuk ju mbeten shumë shoqe për t'ju mbrojt. Asnjëna nuk e ka tregu gjatë kauz deri në fund, sepse e kemi pa në legislaturën e kaluar as ka funksionu grupi grave deputete. As që ka ndesht me një për tema, është folë për IVF, është folë për as që ka ndesht me një për tema cilat prekin ligji i punës, as që ka kalu, as që ka pas mundësi edhe të komunikohet me to. Ta është i kujdesuni sepse ju mesin pak shoqe për t'ju mbrojt. Po i them edhe Marigona, ngjesni kujdes në mënyrën se si e adreson çështjen e gruas. Është mirë me u dhënë një mesazh, po ma mirë është nganjëherë me hesh çush ka hesht ajo, se sa me dal edhe me thonë, për shembull ka qenë nëse kish dalë kish thënë po babaja folë për mua shkat më e dhëmshme. Prandaj heshtin e ke. Ka pas mundësi me ndodhë dhe gratë në politik duhen me ditë që dhuna mbrada te gratë në politik ose çështja qysh varet shumë edhe prej tyre. Se Albulena është e forumit të gruas, ka qenë ministre e drejtësisë për një kohë, ka pas mjaftu shumë pushtet që mos ta lejoj edhe që dëgju, sepse është partia më e madhe kryesisht, partitë më të mëdha do të sakrifikohen ma herët duke eliminu një gjuhë e cila është seksiste, mizogjeni, po patjetër. Lule, faleminderit shumë, mu po më pëlqen shumë me mbyll me këtë mesazhin që përkundër krejt sfidave që mund t'i kalojmë gratë rrugës, qoftë duke u ngjit në majat më të larta të pushtetit apo në pozitat kudo që jeni, të mos viktimizohemi, po storjet tona, rrëfimet tona, të gjitha grave t'i përdorim për inspirim për gratë e tjera. Mesim ke pa ato edhe vizuale janë, të mesim dorë për dorë. Tu e të rrish dorën njëra tjetrës edhe për me marrë edhe qatë solidaritet më pastaj. Absolutisht, ta mbajmë një dorë gjithmonë të kapun për vetën ose për tjerët. Faleminderit shumë Lule, faleminderit edhe ju të nderuar dëgjues, takohemi në episodin e radhës të shtunën e ardhshme.